Hedhja me turinave në rrugë, si dhe në shtratin e Lumit Zez, është të bërë shqetësuese në Fushkruj. Dekompozimi i tyre në mjedise të hapura shoqërohet me aromë të rëndë, shqetësuese për banorët, të cilët shprehin shqetësim për situatën e krijuar. Është bërë praktikë negative për shumë tregtarë, praktikë pune që mbetjet i hedhin me trasta nga lart poshtë, duke e mbushur shtratin e Lumit me mbetje, dara, shmollesh, pse jo lëndë inerte, ndërsa më poshtë mund keni dy shek, jeshtë plasmas, lloj-lloj lëndësh inerte. Kur vje puna gjatë gjatësisë së rrjedhjes, shtrati i Lumit Zez mbushet aq shumë sa që krijon probleme gjatëdimit për me dalë nga shtrati. Për arsye se mbushet shtrati, ndërsa majtas dhe djathas lëndët inerte, plasmas e të tjera shumë të fuqishme, të cilat nuk shkrihen brenda një viti, por duhen dekada të tëra, bllokojnë dhe përuljen e Lumit Zez për modern në ishëm në derë. Banori i shqetësuar thekson se organizmat e pushtetit qendror dhe atij lokal nuk po funksionojnë siç duhet. Zyrtarët përgjegjës tregojnë liberal dhe tolerant me shkelësit e ligjeve. Kjo është detyrë direkt, mendoj unë, jo vetëm e Ministrisë, por edhe e Bashkisë Kryesh, që duhet të marrë masa urgjente, organizative, konkrete, që të bëjnë një pastrim radikal, por duhet me program mase, sepse duhet një punë e ndërgjegjshme, vetëdijshme, duhet që njerëzit të bëhen të vetëdijshëm. Nëse nuk marrin vesh, atëherë njësitë administrative, si bie fjala, Fushkruj duhet ta shoqëroj me gjoba, përkatëse në mënyrë që të marrë pas të tij si në botën e jashtme. Ta bëjmë edhe ne si Italia, Franca, që lumet janë vendi më i bekuar. Në Fushkruj janë dhe disa vatra të tjera të ndotjes masive, megjithëse është një zonë me fluks të madh turistik.